janë rezultate të përhershme të aplikimit të femiliftit, pra nëse dikush aplikon ka gjithmonë rezultate të mira, apo ka nevojë për të ribërë mirëmbajtje, apo duhet që të bëj vetëm kirurgji për të qenë gjithmonë on top dhe e bën një herë këtë proces dhe shpëton. Qartë. Atëherë në raport me rejuvenationin dhe rigenerimin dhe me ngushtimin, neve rekomandojmë 3 seanca të cilat ndahen 4 deri në 6 javë dhe pos këtyre rekomandohet gjithmonë të bëhet një seancë mirëmbajtjeje në vit. Sigurisht me kalimin e moshës, sikurse fillojnë rrudhat dhe themi lëshimet e muskujve të mimikës, njëjti proces fiziologjik ndodh dhe me vaginën. Dhe patjetër që duhet kryhet mirëmbajtja çdo vit, sikurse kryhet dhe për fytyrën dhe për çfarëdo lloj pjese tjetër të aspektit estetik. Më pas në raport me labioplastikën patjetër që rezultati është i përhershëm. Pra kirurgjia ka rezultate të përhershëm. Dhe me lazer dhe me kirurgji të ftohtë. Kuptoj. Ndërkohë, ngushtimi vaginal nëpërmjet plastikës anteroposteriore, pra kirurgjisë klasike, shkon me rezultate të mira deri 7, maksimalisht deri në 10 vjet dhe patjetër më pas sërish mundet të rikryhet si operacion. Në këtë aspekt, patjetër operacioni ka avantazh kohor karshi femiliftit, por në raportin e traumës që shkakton një operacion, në raportin e komplikacioneve që ka një operacion, patjetër që femilifti është superior qoftë në kostot e tij.